një pikpamje për mënyrat e njohjes së dijes së fshehtë. Gjatë gjithë historisë njerëzore është vënë re interesi i madh i njerëzimit për të patur informacionin e nevojshëm për ç'mund të ndodhë në ditët dhe vitet e ardhshme, në dekadat dhe shekujt e ardhshëm, derisa të bëhet kiameti. Kjo temë tërheq edhe më shumë vëmendje në kohëra të ngarkuara me probleme dhe sprova të mëdha, sepse njerëzit në kohëra të vështira kërkojnë ndonjë derë për të çliruar, për të gjetur dalje nga këto rrugë pa krye dhe me kriza duke bërë parashikime dhe profeci. E gjithë kjo emërtohet me emrin dije të fshehta. Në qoftë se do të shfletojmë faqet e historisë, do të gjejmë sultan, mbretër e ushtri që kanë vepruar duke besuar këto gjëra. Është e sigurt se Beni Israilët dhe xifutët në përgjithësi kanë trashëguar një pasuri të madhe me lajme të fshehtësisë dhe të së ardhmes, sepse atyre u kanë shkuar një numër i madh pejgamberësh. Kur një pejgamber tregonte një apo dy histori, ata i mblidhnin dhe i ruanin. Kur ishin në vështirësi, sidomos nga robëria babilonase, ata drejtoheshin te pejgamberët për t'i pyetur se si mund të dilnin nga situata e vështirë apo si mund të lehtësoheshin dhe pejgamberët i lajmëronin ata për disa çështje të mundshme.